Incidenti i 17 dhjetorit në shkollën Shaban Hashani në Firizaj ka përfshirë nxënës dhe mësimdhënës, duke quar deri te ndërhyrja e policisë dhe procedimi penal. Derisa Kiks Kosova mëson se për të dy palët është ngritur kallëzim penal, ndonse policia nuk e specifikoi një detaj të tillë në përgjigjen që dha për emisionin. Lidhur me kërkesën, ju njoftojmë se në stacionin policor Ferizaj është iniciuar rasti lëndimi lehtë trupor më datë 17 dhjetor 2025. Rasti është trajtuar nga sektori hetimeve dhe më pas, me kallëzim penal, është proceduar në prokurorinë themelore në Ferizaj. Drejtoresha e shkollës së mesme Shaban Hashani, Hajrije Nebio, ka treguar se nuk ka qenë në shkollë gjatë incidentit dhe se janë në pritje të një vendimi nga DKA-ja për hapat që do të ndërmerren ndaj nxënësit. Ajo ka shtuar se profesori ishte ankuar 2 javë më parë për sjellje të pahishme dhe mungesë të nxënësit në orë. Edhe dje kemi fol, edhe për prindve, ta dim situatën që ka ndodhur konkretisht, edhe me drejtorinë arsimit dje prapë kemi diskutuar këtë rast. Çfarë veprime edhe për shkak që s'ka prezantuar në orë. Faktikisht me lesh që kur soshin ato në fëmijë, nëse vesh një lanë dhe humbite. Çështja është, po ta shohim me qenë sa është 15 vjet ta shohim. Çka po mund ma ka përmirësime, po lajmërohen prind çka ka ndodhur nuk e di. Derisa zëvendës drejtori Arben Halili tha se ishte njoftuar për incidentin nga stafi i shkollës, ai nuk ka qenë prezent gjatë ngjarjes, mirë po ka marrë informacion nga nxënësit e tjerë. Sipas tij, pas konfliktit, profesori kishte hyrë në sallën e profesorëve dhe më pas nxënësi ishte rikthyer me një thik. Këtë e kishte kuptuar kur policia ndërhyri dhe pyeti të dyja palët. Derisa ka policia deri në 15 minuta, ne kemi qenë këtu, nxënësi ka qenë shumë i frustruar. Ka komunikuar, po jo në kuptimin e intervistimit. Dhe në atë moment, kur ka policia, kur e ka kontrolluar, domthoni ku jo është gjetë një orë me ftoft, një thik. Nga shkolla nxënësi kishte dalë i prangosur atë ditë. Se ka qenë vetëm një polic, mungesë, po vetëm një, ka thënë vetë jam, edhe jam i obliguar me lidh nxënëse. Kam kërkuar që mos me lidh për shkak edhe të nxënësve. Megjithatë, pastaj është procedura jonë edhe s'kem përzina, as unë psikolog. Drejtoria Komunale e Arsimit ka konfirmuar se janë njoftuar për ngjarjen përmes raportit narrativ të shkollës. Në një përgjigje të DKA-s thuhet se nxënësi ishte paraprakisht i suspenduar për 1 muaj dhe pas kthimit kishte vazhduar me sjellje jo të përshtatshme, që ishte në kundërshtim me rregullatorën e brendshme të shkollës. Sa i përket vijshmërisë së mësimit nga DKA dhe masën ndëshkuese ndaj tij, është shkolla që duhet të vendosë. Meqenëse se nxënësi nuk ka parashtruar asnjë kërkesë apo ankesë në DKA lidhur me vijshmërinë apo mosvijshmërinë e procesit mësimor, ne nuk kemi mundur të marrim ndonjë mas përpos asaj që jemi njoftuar se është marrur nga shkolla. Pavarësisht kësaj, DKA thotë se do të merren masa që nxënësit të mos mbetet jashtë sistemit arsimor.